Tarëk? A erdhi për të marrë Leilën ky? Të lumt, Firuze, edhe ti fillove të ëndërrosh. Sipas meje, mos e nkarkoni më shumë Leilën. Mos bëj marzira, Tarëk. Ndalo se menduari për këtë tani. Leila, por tani mjafton me kaq. Në rregull, të lam të qëndrosh këtu sepse je mërzitur. Njeriu duhet ta di rrugën për në shtëpi apo jo. Më vjen keq, por nuk e shoh si shtëpinë time. Por ne mundohemi shumë për ty, zemër. Nuk na lejon të jemi familje. Ti seriozisht e ke? Dëgjoj e dashur, ky nuk është vendi për të folur për këtë. Hajde të shkojmë në shtëpi dhe do të flasim atje. Bi? Më quajte vajzën tënde? Zonja Leman, për hir të Zotit, a mund të thoni diçka? O Zot, unë jam e hutur, s'di çfarë të them. Leila, shiko, nëse nuk i pagaton gjërat e tua, do të marri më vonë. Hajde. Mos më prek. Çfarë po ndodh këtu? Myshgan? Alo, Bora, i thuaj asaj nuse se kushëririt, se nuk mund të flej me paratë e mia, në rregull? Më dërgoni paratë e mia më njëherë. Çfarë lloji parash? Çfarë parash? Çfarë do të thuash çfarë parash, Bora? A nuk erdha në shtëpinë tënde? A nuk ja rregullova flokët asaj? Hë? A shiko mua, nëse ajo gruaja mendon se jam një pat për tokë putë, do t'i bëj të gjithë botën për tokë. Do të vi t'ja rregulloj flokët, do t'ja mbështell ato flokë me dorën time dhe nuk do t'i lë 2 qime në kokën e saj. More vesh? Në rregull, e kuptoj, qetëso. Po sjell parat e tua tani. Mos u mërzit për këtë. Ti po i sjell parat? Në rregull, eja po pres. Do të jem atje së shpejti. Dhe me që po vi, do ta shoh edhe Gynilin. Në rregull, Bora, shpirt, në rregull, eja. Do ta shoh Gynilin. Vështirë se she Gynilin. Nuk është puna ime. Le të bëjnë që të duan dhe le të më japin paratë e mia. Gjyshi Hikmet, puna mbarë. Mirë, vajza ime bukur, mirë se vini ju. Mirë se të gjetëm, Gjyshi Hikmet. Si jeti? Vajza ime bukur, a më ke parë ndonjëherë që nuk jam E mirë? dashur, Gjyshi Hikmet është gjenerat e tokës vjetër. A mund t'i ndonë një gjë ati? Rof gjatë. Pra, dje ishte ditëlinja jote. Ashtu ishte. Edhe ne vendosëm të vinim këtu dhe të vestonim njësoj si çdo vit tjetër. Mirë bëre vajzë. Hajde tani, tavolina juaj është gati. Gjyshi Hikmet, ti nuk i ke harruar ditëlinjën time? Tokat e vjetra, shkruajnë gjithë shka në kalendar. Ne si mund t'ju shpërblim juve? E janë i fëmijët e mi, vazhdoni, unë jam në kuzhinë tani. Në rregull, gjysh. Por se unë nuk po vi. E bukura ime. Më shiko mua? Sigurisht jo me forcë. Kjo është shtëpia jote. Por vendi ku duhet të jesh është atje. Mos e varr fytyrën. Mund të qëndrosh këtu kur të duash, për sa kohë të duash. Edhe ti e din këtë? Por së pari duhet të zgjidhësh problemin midis teje dhe babait tënd. Sepse të qëndrosh këtu kështu duke i kthyer shpinën babait tënd dhe shtëpisë tënde, nuk është as pak e drejtë, sepse ai është babai yt. E po, por unë dhe babai im kur... Leila, nëse nuk shkon tani, gjërat do të përkeqësohen dhe të gjithë do të mërziten. Po e dashur. Dhe ja,
Së shpejti do të kesh një vëlla dhe do të jemi një familje e lumtur. E dashur Leila, unë kam nevojë për mendimin tënd derisa e rregulloj dhomën e bebushit. Hajde eja, të shkojmë në shtëpi dhe t'i japim fund kësaj pakënaqësie. Duke folur me ju e harova ushimin në furrë. Pra, po thua që duhet të shkoj apo jo? Kjo është e duhur tani për tani. Në rregull atëherë. Të shkoj të paketoj gjërat e mia. Gruaja gënjen duke më shikuar në sy, por ju më besoni te ajo. Nuk mund ta besoj këtë. Edhe pse, nëse baba im do kujdesej për mua, do të kishte ardhur vetë. Por ti, motër Firuze, si mund të më besosh tek ajo grua? Si? Faleminderit shumë, Firuze. U solle përsëri me pjekuri dhe fisnikri. Betohem nuk po gënjej. Në fillim nuk mendova se ishte një person i tillë. Por ti je një grua e mirë dhe e mençur. Nuk ka nevojë të më falenderosh mua. Unë nuk përpoqja të bëja gjën e duhur për Leilën. Jam e vetëdijshme. Por në fund të fundit Leila është si vajza ime. Për këtë arsye duhet të falenderoj për mirësinë për të. Betohem se nuk mund të ta shpërblej, Firuze. Më ndihmove të mbaje fëmijën që kam në barkun tim, e shtyve fëmijën tjetër të tarëkut pra Leilën drejt meje. Fal teje, do të jemi një familje e lumtur. Më bëhet shumë qefi për ju. Motor, them se nuk do të flas, por a do t'ja dorëzosh vajzën e gjorë kësaj gruaje të tillë? Në rregull, bi, por çfarë të bëjmë? Ajo është gruaja e babait të saj, konsiderohet nënë në disa aspekte. Ai grua mund të jetë çdo gjë tjetër përveç se nën. Aysel, bi, e njëti zonjen me lëtem? Pse e the këtë? Jo shpirt nga ta njohun, por dua të them shikoje gjendjen, qëndrimin e saj. Ai është si një gjarpër. S'ka gjë, në rregull, të mos flasim ne për askan. Përpes, je shumë modeste, Firuze. Nuk më le as të them faleminderit. E bëre pra. Nuk ka nevojë për më shumë. Nuk pajtohem. Nuk mund t'i mbetem bosh dikuj që punoj kaq shumë për lumturinë e familjes time. Çfarë borxhi? Çfarë do të thuash ti? Firuze, nga ajo që dëgjova, është dashur ta lësh punën për shkak të një keqkuptimi. E pra, e di ke nevojë edhe për para. Nëse do, mund të pranoj përsëri në kolegj në këmbim të veprave tua të mira. Çfarë lidhje ka kjo me të? Unë ai bëra këto gjëra sepse prisja diçka në këmbim? Jo, unë nuk thash diçka të tillë, por... Nuk ka por, zonja Meltem. Pra, unë i mora të gjithë këto vendime me ndërgjegjen time. Kjo është arsyeja pse nuk kam nevojë për mendimin dhe shpërblimin apo diçka të tillë të askujt. Por ti mua më keq kuptove, Firuze. Mendoj duhet ta mbyllim këtë temë. Unë kam gjetur një punë në një shkollë tjetër. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur për ty, kjo është mirë. Ta shoh Leilën unë?